Shkon. Pra, nuk do me thonë se kush a i thirrën edhe më njëherë shkon. Jo, i thirrën je kur i ke plotsu shartët, ama nuk shkon tip se s'don me vepru si pas orarit edhe sistemit normativit islam. Pra çka nuk shkon. Edhe këtu da njerëzit, do janë tani të mirë, e ndëgjojnë urdhën e Allahu xhalla xhelaluhu, e ato shka nuk e ndëgjojnë janë të këqij. Ja, tu ka rijal. Allahu xhalla xhelaluhu ka thonë vin, o i dashuri jem, burra, në kam, gra, në kam, pikun kam, pikut dojnë ato me shku. Par vetë shkun prej Rusisë, prej kësaj Çeçenie, prej Tajikistani, prej Uzbekistani njerëz në kam, në haq 15 burra, njoni prej ative ministri i punëve të mbrëmshme i shtetit, në kam 7.000 kilometra deri në Qabe, e bo haq. Gjithmonë do të ketë kësi generata, gjithmonë do të ketë kësi njerëz shlosh. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu e lutim që ato njerëz t'jenë simbol ato ai kalibër njerëzish, t'jenë simbol i qerve, simbol i qëndrëshmërisë në rrugët e vërteta të Allahu xhalla xhelaluhu. Do po e tregojnë vetën luftë se janë shumë të fortë. Do po e tregojnë vetën zakat, do po e tregojnë vetën sadak, do po e tregojnë vetën në agjërimin nafile, do po e tregojnë vetën mënyrat ndryshme se janë të fortë. Dikush po e tregon vetën në haç se është i fortë. Kush është pra i fortë në këtë din? I fortë në këtë din është ai që në jetën e ka të fortë. I fortë në këtë din është ai që në jetën e ka të fortë. Kush e ka në jetën e fortë konsiderohet prej muslimanëve përfaqësues të Islamit. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu neve në Kurani Kerim shumë bukur dhe qartë na ka tregu qëllimin e këtij ibadeti të cilin muslimanët e kanë në prak. Ka thonë Kurani Kerim di fjalë na jetë. Ka thonë li yashhadu manafi'a lahum, vin këto njerëz burra e gra këtë vend shenjt madh të lartë të Allahu xhalla xhelaluhu për t'i pa dobit e veta, për t'i marrë dobit. Cëllët dobi? Nuk ka një, janë të pa numërta edhe e pa mundur ashtë që ato të numëror. Une do t'i ceki sot vetëm disa dobi prej këtij ibadetit më. Duke u nis prej Arafatit. Në realitet, duke u nis prej ihramit. Haxhi ka 3 farzë. Ihrami me niyetin e bojnë një farz. Arafati, farz në veti, edhe tavafi ditën e Bajramit, farzi i 3 i haxhit. Me këto 3 farzë haxhi merr fund. Si cilën farz prej këtive, si cilën vajxhib prej këtive, kur e ban haxhiu, i ka shkasët edhe shkaqet e veta, edhe dobit e veta në fund. Prej dobive të haramit, haxhia, kur i hek robët e shtëpis, kur i hek robët e zeza, edhe hin, në ihramin e haxhit, faktikisht, ka kallëzu me këta, se ma prej kësaj dunja jam da. Allahu xhalla xhelaluhu na ka bërë të mundur me vdek diher. Njëherë vdes, po në rrugën e shariatit mund të themi se ai vdes diher. Njëherë vdes kur të vdesë më, edhe njëherë vdes me pa, me ju dhon mundësit me pa vetën pis gjalli që shdisët. Kur kështu? Kur ta vesh e ihramin e haxhit. I hek teshët e shtëpisë kejt, edhe e vesh ihramin e bardh, as një tesh mrena tjetër në veç hiramit. Një prej vllaznive tonë, janë këto terene pak më larg, në anën e perëndimit popullit tonë, nuk i heki pijamat në haxh. Nuk i heki pijamat, e vesh i hiramin e epër, i poshtë i tha se m'duhet. Po pse burr ti kështu me këtë liç tri, që 1400 vet më i mençuri? Tha, këto arabët paskën fije kulturë, pa hekën pijamat më na burr. Po mirë o vllave jam, atëherë ti nuk je i njohur me punën për të cilën je kap. Nuk je i njohur me punën për të cilën je kap. Kur disësh adit kur dash prej kësaj bote, ta baj shpirtin teslim, a më një ma pijama? A më një del zot pijamave? A më në kalzon kultura dit? Jo, janë doqerë vinë ti nëzirën pijamat, dveshin me diçka shtë ndoshta për tjeti që ka në gjallë ka pas me qene pa dëshirushme. Vesha në hiram të haxhin, është vdekje e gjallë, është vdekje për zgjalli me pa vetën, shka të me thonë, mës me qenë këtë botë duke shkel me kam ta. është nishan,
është shenjë shumë i madh. Pos kësaj, në përmet hiramit, edhe mësojnë disa gjona i mësojnë haxhin, barabarsin. Në të shkojnë haqë, ato njerëz të cilët folin për barabarsi, në të shkojnë haqë, ato njerëz që luftojnë për me qenë barabartë me dikën, në të shkojnë haqë, këta e shofin praktik, atëheri sa mendojnë, se këtive së kaqeve na ka qarkullojnë, një ditë për i ditëve, me dikën të tjesh i barabartë, e ke kot, deri sa ti nuk i plotson do kushte, ato kushte e kanë emnin me hi një haram. Zonë një haram me hi, në haqë, një haramin e haqë, në politikë, një haramin e politikës, vllaznilëk, një haramin e vllaznilëkit. Do të thot, me të mështjel ti e një gjo, qka përkejt ashe barabartë. Vetëm atëherë, jo në simonira, që që kanë parashtrua dhe që kanë trasu njerëzit. Pasha dhe veziri, me gjithë kuririn edhe atë që ka i fshin rrugët, një hiram 30 rial të Saudijës, e veshin edhe dalin para Allahu Gjelle Gjelalu barabartë. Kush kërkuj s'ka drejta me u lavdru me diçka? Pasurit kanë vdek, qinat kanë vdek, pozitat kanë vdek apetitët, njerëzit e kanë harru gruën, e kanë harru birin, e kanë harru bijen, e kanë harru familjen. Kur dush me qeni barabart me dikan, shumë interese tua të lau jam i dashur duesh me i harru për me qeni barabart. Shumë interese tua duesh me i harru. Defekti më i madh i pabarabarësisë sot, është ajo se njerëzit kanë qef, unë me lëshu prej intereseve të mia e atë të bëmit barabart. Jo ashtu. Unë me interesu, unë me lëshu prej intereseve të mia, apo unë me lëshu vetë. E jo unë ti me thonë të lësho, e ti me më thonë mua të lësho. Jo, unë vetë me lëshu me lonë prej intereseve të mia. Ti vetë me lonë prej intereseve tua, vetëm atëherë do t'jemi të barabartë. Deri sa unë i nguli kam para intereseve të mia, edhe kërkoj që ti prej tuave të hekësh dorë, s'ka barabarësi. Mas kësaj e ka rendin faza e konfliktit. Mu për atë shkak fazën e parë, e kanë harru njerëzit, kanë kalu drejt për drejt në fazën e ditë, edhe kështu jetojnë të paknaqën. Do të jetojnë të paknaqën deri në fund, duke u nisë prej vllaut me vllaun, vllau me migjen, vllau biri me babën, edhe fqiu me fqiun, populli me popull. Se kështu a thu, ashtë lanë regulorja Allahu Gjelle Gjelalu ma shpine, janë gjetë regulore të kalp të qera, janë gjetë regulore artificiale, janë gjetë regulore të cilët i ka vu njeriu për njeriun, deri sa na, unë edhe ti, jetojmë nën regulorët të cilët njoni na i kanu, edhe ashtë si na krijes, nuk ka paq, nuk ka pajtim, nuk ka mërsim, nuk ka barabarsi, nuk do t'jenë njerëzit lirë. Allahu Gjelle Gjelalu për këtë shkak e ka bë farz njënin prej 5 ibadeteve, dhe namaz e lunë këtë rol, njënin prej 5 ibadeteve, i cili drejt për zdrejti në ndihmon me gjetë rrugën në përmet të cilës trasohet barabarsia e vërtet, kur t'hi njerëzit në Hira, kur dalin njerëzit në Arafat, kur t'ulen njerëzit në zalë, kur kush ma i madhë se kur kush, as kush ma i gatë se qetri. T'ulen në zalë, të drejtuar ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, arat as njoni si ka me vetë, robët e shpijes as njoni si ka me vetë, do me thonë, as pasurin se ka me vetë, i qajnë halët me Allahu në vetë, i qajnë halët me kryusin e vetë, Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë ditë madhe të Arafatit, me lajkeve të veta, krijesave më të pastra të veta, me i thot, oj me lajket e mi, juve ju kam kriju për adhurim, juve ju kam kriju për ibadet. Kur një pun qëtër angazhim nuk e keni përveç këti, api shifni këto njerë shka kanë dalë sot në këtë dhe, nuk janë thiu, janë krijume për punë fizike, janë krijume për probleme në këtë botë, mirë me kejtë këto barabarë, e kanë pru punën një ditë në jetën e vetë, me dalë këtë dhe këtu, fashhadu anni ghafartu lahum, dëshmoni se këtive jam kam falë kejtë. Pra kjo dita e faljes, është dita e lumëturisë, dita ma lumëtër të cilën e përjeton muslimon. Për atë shkak, në këto dita sot, nuk ka ko mu kujtu, nuk ka ko me bëmen, që shka a thu puna, a me dala, mos me dala, mu nisa, mos me nisë, s'ka ko mu kujtu,
Sukur shka s'ka ko mu kujtu, mes tekbirit edhe namazit, kur t'lijem me u fal, mes të mfalni, mes nijetit edhe tekbirit. Njeri ka thonë, audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, po e baj nijet me e fal farzin e gjumos, u ktheva ka këbla, ju bona tabi imamit, pi që to, tërë të tekbiri s'ka vak me menejt, tu me thonë mëner Allahu Akbar. Edhe në këto muji që tash, muji edhe haji, nijeti edhe udhtimi, nuk kanë vakt mu kujtu çka me bo. Për atë shka i ka plotsu kushtet. Për atë shkak, Omer radiallahu ta'ala anhu, Omer imam radiallahu ta'ala anhu, thot me një fjalit vetën, se aj njeri i cilin këtë të dit, a i ka plotsu kushtet për haq, edhe nuk don me ni për këtë ibadet hiq, e thonë, s'ka gajl. Edhe qera kam i amajt kur dese s'prish pu. Edhe qera me ull me dek, nuk prish pun se nuk i bëhet dam më i madh. Në Arafat, Allahu Gjelle Gjelaluhu pos qerave, ne ka bët mundër me mësu një gjatë në përmet të cilën nuk mundemi të mësojnë për vetë se në përmet kësi i badetin në Arafat. Cëla puna shë? Kejtë pun të haqit, duhet me ditë besimtarët se gjdo vepër, gjdo pun e haqit në mëson diçka të madhe shumë. Thamë për hiramin shka për në mësoj kaj. Për punën e Arafat, Allahu Gjelle Gjelaluhu gjemot, i ndershëm në këtë të bim të madhë, kur gjo nuk ka bot tjetër përveç qerave, aje ka zvoglu me një fotografi më të vogël ngjarjen e ditës kiametit, ku njerëzit do të bonë. Do të bonë dikush i veshur e dikush jo i veshur. Dikush i veshur me robe, dikush i vdeshur, dikush i veshur me sevape, dikush i ngarku me gjunoha, po njoni edhe tjetëri do të dalin para Allahu Gjelle Gjelaluhu, ajo do tjetë ajo dita me modhe prej ditave, ajo dita me ngjarje më të repta dhe më të rona, më të vështira, për me pas se si do të ngjaje me një mënyrë shumë të zvoglume, me një fotografi shumë të vogël. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bërë daljen e haxhiut në Arafat farz. Atje kur dalin njerëzit faktikisht nuk janë në këtë botë. Jo tont, s'po foli për tont, e kam rastin për një kritik. E kam rastin për një kritik xhamateve. E sidomos xhamatit tonë, se na xhamatin tonë e dojmë më shumë, edhe xhamatin tonë kemi qef me e pa më mirë për këto xhamateve në botë, çka i përfaqësojnë popujt në haxh. Xhamati jonë në këtë aspekt është pak i panjohur ndoshta, është pak i paditur ndoshta, po më shumti është i pandëgjuar. Është i pandëgjueshëm. Jo i pandëgjuar, po i pandëgjueshëm. Xhamat. Në Arafat, në ditën kur rahmeti Allahu Gjelle Gjelaluhu zbrit me shumicë. Rahmeti Allahu Gjelle Gjelaluhu e kap edhe gjunahqarin e ma. Në atë ditë, gjema, ato janë disa sahat. Ato janë disa sahat kejt. Edhe atë ditë gjemati jonë ka vakt mi bo disa biseda të cilët nuk janë të lidhur në drejt për drejta me haqë. Ka ko. Edhe në atë moment ka ko. Për atë shkak nuk duhet me leju që në këtë ditë të konsiderohet, kjo ditë të konsiderohet si dita të qera, kjo ditë të konsiderohet si dita të brenda vitit, por duhet ditë se dita e shpëtimit, dita e faljes absolute. Men haqja falem jerfus, walem jefsuk, raja min haqjihi ka jo me valedethu ummu. A njeri cili ban haqit, edhe në haq i ndjek, regullat e haqit të cilët i ka të rasu islami, nuk flet fjal palidh, nuk shak, nuk grindet me qetrin për një pun të vogël apo të madhe. Allahu Gjelle Gjelle, se Rasulullah s.a.s. ka thonë, kthehet prej haqit pa gjunohë sukur kur ka lind. Hadisin dëgjuar me 1000 herë për ulemave. Kthehet prej haqit sukur hadit kur ka lind, ka pas gjuna, aq, mirë po. Nuk do të thotë se Allahu Gjelle Gjelaluhu i falë disa gjona të cilët nuk interesohet a i shkak duhet me qenë i falën për t'ja falë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ditën e Arafatit, një hinam i futën, muhabetet i ban dopta, muhabetet i ban shka e ngarkon ndoshta vetën vend se me letu, e randon ndoshta vetën ma shumë se sa pritët prej ti me randu. Nuk duhet me prit shumë, nuk ka mundësi me prit shumë, se nuk ashtë në regull që një të angazhohet për kejt, po ashtë në regull në ato momente kejt për kejt të angazhohet. Çdo kush për vetë të angazhohet, t'ja letësën vetë vetën, t'ja ban të mundën letësimin dhe arritjes vetë vetës deri te falja e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ska njoni prej neve i cili nuk e din vetë vetën se sa është i ngarku. Jeta e gjatë fort, me një monirë,
me një mënyrë e shkurt shumë. Në kanë pyet njerëzit, kanë thënë sa është kjo jetë e gjatë? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ti sa ke jetu? Po në atë kuptimin filozofik të Islamit, kush vetë sa arnoj unë në këtë jetë? Sa është kjo jetë e gjatë? Është një përgjigje xhamatin der shumë e shkurt. Sa jeton ti në këtë botë? Një përgjigje e amël e shkurt fort edhe e lehtë me majt men. Xhamien tonë ku falësh. Xhamien tonë ku falësh. Pite dera ku të hish. Terë të Mirapi sa metri i ka? Xhamia e Slupçanit, pite dera terë të Mirapi i ka 13 metre. Jete e jote e gata në këtë botë 13 metre ke. Çka ka lidhje kjo? Çka ka lidhje? Kur të ka pru baba jotë sefte në xhami për dore, të kalon mu falë të safi mrapë, dhe falë ti që tu, a i ka shku mu falë safin e parë. Për një kohë shumë që kur tu rriti, tu ardë do për masa gjithë jetu qëtit e para, për një kohë shumë shkurt, kur pesheti vetën 4 saf, 10 vetë mas që ti vakti, kejtë qerë për qëtin të para. Kejtë qerë për dojnë me qitë sa i gjide me të bo, në xhami kur të hijet sefte, hijet safin e mrapë, kur dilet me zbrami, dilet për safit parë. 13 metrë. Shumë jetë e shkurt. Hestë të para mushtë e veni se edhe aq është kjo jetë, vetëm sa njeriu i kalon këtë safat e namazit. Jetën e vetë, mërënda fazave të ibadetit që i banë. I mjeri aj, i cili e kalon me safin e namazit mu taku drejt me safin e parë. Të para në herë shka ka arë mu falë drejt safin e parë. I mjeri aj, e lusim Allahum gjelle gjelalu që t'ja banë letë. E lusim Allahum gjelle gjelalu që t'kalon mirë. I mjeri aj i cili e ka pru punën seften seshtën me botë para në seshtën kabe. E lusim Allahum t'kalon mirë. Edhe për këtë, të parin namaz seftet drejt në kabe. Unë e përshkojnë haji shtimo dhe duhet me janis shtimo. Edhe qërë shokë të dojnë, shtimo duhet me janis. Pra, pas kënnu njerëzit regullat vetat, pas kënnu njerëzit regulla të cilët nuk i ka mua Allahu gjelle gjelalu. Jo, nuk nizët kjo fe pin haq. Nuk nizët kjo fe pin namazin kër e nisi njerëzit. Nuk nizët kjo fe kështu që kanë kuptu njerëzit. Ki namazin këtë fe nizët pite kundrat a gjesef të kur të vishti qënë, falesht e kundrat, e ka dal saf mas safi du të bënder e sos me safin e parë. Jo në haq seft, jo bura, si vetë nuk e kam renin me shku në haq, se kanë thonë kam ni, si ta pishuin e zemzemit, ma nuk bubaj keme rejt kur, gjematin ndershëm, kjo a gosht e munafikave, kjo a gosht e njerëzve të cilët kanë desht me ngull goshtën më të modhen këtë murë të islamit. Jo, edhe uj bunori kur të pish nuk ban me rejt, edhe uj reke me pi nuk ban me rejt, edhe uj në gjirit, buqirit, rasateve me pi, edhe atëher nuk ban me rejt. Rena nuk është fa e ndalume vetëm për haqijën të mfalni. Rena është ndalume në islam, pra i njëri shka me ndonë kështu e ka kot, kjo ideja janë të kota, këto nuk kanë lidhe, këto s'kanë baza me fejnë tonë gjëmotin dërshëm. Si të pish mo i zemzemi, nuk pumaj ke me rejt mo, e si të pish u i shpia, i mshojmë pra dyz. A tje si të shkojsh mo, po thojshin disa njerës, si të shkojsh atje mo duesh me bo be, e pi thojshin ati qetrit, shka e ke bo këtë gabim, di ku i kon ti, di ku ke bo be. Ti e kusht ka thonë, o vlaj muslimonin dërshëm, se heneza është venin haq me bo be, kusht ka thonë ti e kështu. Kur ke thonë, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kjo është ajo beja me të cilën ti je i lidhur. Kjo ajo beja me të cilën ti je i lidhur, nuk rren ti mo, dhe nuk tradhton ti mo, nuk damton ti mo, nuk je negativ mo kur, ti në shoqërien tonë funksionon si maqinë, me fjale la ilaha illallah, jo me bejën që pas ke mon haq. Nuk kemi ledzu dhe një qitab dikun prej qitabeve, se është një ven prej veneve në haq kur shkojnë, nale njërës dhe thojnë, i thot hoxha apo thojnë vetë, bismillahirrahmanirrahim, po baj be o zot, se ma mas haqin nuk të rejkon. Nuk ka kësi i barë, nuk ka kësi ma vetë. Kejt këto i përfshin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Unë dëshmoj sa Allahu gjëlle gjelalu anja, besoj me zemër dhe dëshmoj me goj. Këtu bin kejt pikat e bëdop të poshtë, këtu bin negativet kejt poshtë, jo më vonë. Nuk kemi kundërative, shka haji bëhet shkak me u përmirësu. Nuk kemi kundërative, që namazi bëhet shkak me ranu, nuk kemi kundër, po kemi qep edhe dëshira jonash, ama jo bazë, jo kufi i pa. Haji me qenë shkak me të bo musliman herez, namazi mas 60 vetve me qenë shkak mu bo herez,
henes në rregull, bile sipas trejave, sipas normativit, sipas normave treja të popullit, edhe çaj shkapunis mu fal mes 60 vetëve, seften jetën e vet namaz, nesrit më një herë vazife për e merë para veti, hoxhës pak ders mi kalzu. Pak vaj se qish duhet edhe qish nuk duhet. Të më falësh, Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë, as-sabiqun, as-sabiqun, një herë e kanë renin të parë. Kështu ka thonë Kurani Kerim. As-sabiqun, as-sabiqun, ka thonë një herë e kanë renin të parë. Kush janë ato të partë? Ato të partë janë shka kanë nisë prej fillimi. Ato të partë janë shka shkojnë me rregull. Ato të partë janë shka nuk janë shmong dë njëherë. Ato të partë janë shka në front janë të partë, në saf janë të partë, në zeqat janë të partë, në fjallën e drejt janë të partë, në trimni janë të partë, në hak janë të partë, në namaz janë të partë, në haq janë të partë. Qëto janë ato partë, kur kush që kush nuk janë. E vallahi, billahi, ashtë mirë që njeri e ka kalu jetën kejtë zi, e pak ma vonë dikur ju kam tek, ama ban pak një kaqore me prit. Nuk prish pun me prit pak një kaqore. Të folin të partë një herë, të folin ato shka kanë që me regull një herë, ma vonë, ju ven rejnë e lative, Allahu Gjelle Gjelaluhu, të gjithve insha Allah, vonë apo herët, ja u falë me spari që do, të gjithve insha Allah, të parve apo të mramve, ja u banë kabul i badetët, të parve edhe të mramve, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja u mundësën që rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe një frim para se të ven shpirtin thit, edhe një frim të shfridzojt për me upendu, Allahu Gjelle Gjelaluhu që nëhat me falë. Gjamat, muslimanat anë e manë botës, janë duke i përjetu ditët e para pregaditjeve të këti i badetit manë, para pregaditjeve për udhtimin e haqë. Disa prej muslimanve, ato të partë kë e pata fjallën, kanë mërin haqë, kanë mërin qanë. Kur pas kanë shku mëra hoqë ato për nësë faminina, s'kimi një që ka dalë dikush, kanë dalë dërë Ramazan. Kanë dalë do kanë shku të parëm ditë Ramazanit e kanë njësë gjabe, kur të këthajan mas haqë, 4 mujë. Këthajan ato të partë, apo da mësë pëda mu shtime që to helbet. Mësë pëda mu i barabartë me këta. Jo, së në bash i barabartë me ate, shka venë satin qitë natës edhe ullet e fritë në vazën e sabajnë të. Së në bami barabartë me ate, i cili thot, kam dëgju prej fes, se zëqati ishte farz. File e kishte leju feja, zëqatin me afru. Shka zëqatin me afru? Si vep, dvemin, atë mot, me dhonë si vep, me afru zëqatin. Njoni e ka dhonë me vakta, i qetri për 2 vetë për para e ka dhonë. Së në bësh barabar, kote kije. Së në bësh barabar. I këtili i kafë, kushat e gjona, kush mërini pari, qaja ma i mirë, pineve. Allahu Gjelle Gjelaluhu, Gjelle Shanu. Me sinceritet mesin e kësaj ligjerat, e lusim që haqjit si vetë, Allahu ti më shiron, ti prit në sofrën e rahmetit vetë, që që ka adet misafir të vetë me i prit mirë. Ndryshimi, që duhet me e bo meti për nga merit, a.s. lidhe me këti badet, edhe një herë kemi tek më moti për e përsrikim sot. Ndryshimin që duhet me e bo, pleqët, ato që kanë kalu në vite, duhet me kontribu se sëllën familjen e vetë, gjallit apo nipin me pregatit në haqë me qu. Gjo normale pas i ka shkuaj vetë. Me nisë, me punu së bashku të gjithë, që në haqë në të shkojnë rinia. Me punu së bashku të gjithë, gjep babalar, gjep me i pregatit për në haqë. Autobusi, aeroploni, kerri, në kom, bicikl, këti une, kolona, karavani me një fjalli haqit, ti përfshin njerëzit prej në 40 vetet e poshtë. Ma i plaku i karavanit, në tjetë 40 veçar, e tjetë në matri, gjëmatin dërshëm. Ka kalu koha, kur kanë shku 70.000 vetë në haqë, ka kalu koha, kur kanë shku 100.000 vetë në haqë, edhe janë shëtit o kolla tjabës që shkanë pas qef. Ka kalu ajo kohë, pritët me dalë në Arafat si vetë 9 milion persona. Pritët me bërë tavaf ditën e Bajramit për një herë 4 milion njerëz. Pritët me dalë për Arafatit për Muzdelife 9 milion njerëz veç makinave për një herë më unis kur të kallë semafori e shilt masit prenoj e dillit të gëthere e zone akshomit. Kështu pritët kja haqë. Pra, babën tënë, të cilën e ke prit, apo ka prit a i vetë, me shku në haqë, e me umënu me ja gjetë që tash një njerin rreth, i cili do të angazhohet me ta, e do t'i bojë ndër, do t'i bojë sajgi, do t'a kshire, më mirë ka qenë që a në kom të vetë, ata banë, mos ja zënë kom kërkuj, se atje edhe i rivi i ka kam të zënë me si vetë. Edhe vitet e fundit të cilët i kemi përjetu vetë, edhe a i rivi do t'i ketë kam të zënë me prej kalabalëkit, prej shumicës njerëzve. A shej se muslimanët janë trazu, ase arrit ki numër. A shej se muslimanët janë fresku pak. A shej se besimtarët janë rrit.
janë bomba të mlaj, janë bomba të freskët, janë bomba në men pak se shka kanë qenë. Si vetë, janë më të meqër se në atë ishin. Muslimanët, në trevat e tona, janë më të meqër se në atë ishin. Në atë ishin u patën trenu kejt një gru. I patën lanë men të hemen kejt. Ato thëshin, për shka me shku në atë. Shka lip me shku baba jema gjë. A i 5.000 mark, për shka si jep kejt familin me qunë bazin. Pësa si jep a i 5.000 mark, filan shëqatës për i qonë me avon Arab vegje. Ato i patën lanë men kejt. Dashtër me angull ndokët një gosht të i vadeti halamat modë. Këto njerëz bojnë kufër kur folin si fjallë. Këto njerëz bojnë dalin prej dini kur bisedojnë si fjallë. A i njone e ka renin tëre me thonë, shka lipa i me falë në mazin e gjumos me hinat kalaballak në gjamija gjë. Se s'dele a i në park me shetit a gjesa gjanë. Shka kanë lip gjajt në popullin gjamiën e slupqarit me shku me nejt në ngusht lëkati. A pak fusha gjana. Njoni për namazin qështu. Njoni për Ramazanin e ngrengishti thot, për shka me nejt gjatë në mësahati unë, tu pas me hongë. As puki shka me hongë. Njoni thot për zeqatin, për në t'japa Allahu ati, ja unë të t'japa. Zati, qështu, hiq ma shumë zduhet, me sbrami, ashtë drejt për drejt i let, me grejt gishtin me thonë, o popuj, o i bot, na që to shka folim kështu, selami, i këmi thonë islamit, selamu alikum. Ai nuk prishet me bombën neutronike. Ai islamit nuk duhet me i qitë me një familje, apo me një popull bombë atomike për me derë. Po njoni thot namaz një sa gjo, njoni thot në haqë s'ka nevoj me shku, njoni Ramazani thot sa kur gjo, njoni e mohën zë qatin, selamu alikum. Morë thunë mo, ki din sa i joni, ja gëzofshin qërë, ja pafshin qërë të hajnë. E ki element është në popull i futën me shumicë o gjëmotin dërshëm. Ki element është në popull i futën me shumicë. Ja kanë gjetë metodën popullit tonë dëbët prej ka me jarë për me sulmu fetarisht. Ja kanë gjetë metodën më dëbët, ja kanë metodën më të fortë në falni, pikën më dëbët për me largu popullin prej fejës. Nuk ka njeri i cili vend thot leje islamin si fe. Nuk kemi njeri i cili vend thot muë leje nasehatin të drejgjumon. Nuk kemi njeri, nuk thot leje nasehatin, po më thot muë si hoqë, po hope shka po mundosh me shke fitin, dil një 10 minuta që ati e lajt. Mu thot, dil një 10 minuta që ati e lajt. Duhet me pas qartë qëllimin e këti njët. Njoni qka sa hoqë i thot, ti keva, ka dalë njëherë, ka ko, kur shkon haqti, e kam një filan hoxën ka thonë, se një dakik, një vet, një muj, një 6 muj, kur të vish pi haqin më konë, hiq më stop nëshme. Pi haqin e drejtet e vorët, se ti falë Allah i gjunat, hinë varë, hiq pa gjunat, tamam, atëherë na pa ja përshkrujsh me Allah që shkimi qefaj me vepru me neve. Jo, ti dush me kap qëtërën rrugë burë. Ti dush me kap rrugën qëtër. A e rruga qëtër të cilën ti dush me kap është, ti të shkojsh të haqi ri, kur i kjenë 25-ve, edhe të bëhet shkak pra haqi, masis për të lika me bëhet gjuna, të bëhet shkak haqi, që ti 15 vetë 60, ta kalojsh jetën me ibadet, ta kalojsh jetën me mirë edhe marë, që të fitojsh të vape ma tepër. Kejtë këto janë demontim në popull, angazhim për demontimin e radhave të islamit. Njone është angazhu me fut huti në mesin e ulema, në mesin e gjallarve, në mesin e bashkësis, në mesin e radhave djetarve islam. Njone është angazhu me shti huti në mesin e partive, njone është angazhu me shti huti politike, njone është angazhu me shti huti fetare. Si cëli projektive me mjeshtrin e vetë, si cëli projektive me zanatin e gjilponave të veta, si cëli piktive që ishtë din aj. Njoni është angazhu me devalvu autoritetet njerëzve, me devalvu njerëzve dhe me aulle autoritetin popull. A i qëtëre është angazhu haqien me kujt një njeri shumë destruktiv, një njeri shumë i vogël. Njoni është angazhu me bo haqien simbol, e thonë a i masja, a përsha haqia shka po ban, edhe une pra po ban, edhe kjo sa në regull, e në mënirë, me një mënirë prej mënirave, shumë njerëz janë angazhu për destruktiv, shumë njerëz janë angazhu për loj, me loj mjeshtrit kalpta për shkatrimin e radhave të islamit, e më në fund masktive, me siguri është një ma i patëshirushëm prej kejve, Allahu gjelle gjelaluhu, gjelle shanu, neve edhe gjithë muslimanve anë mban botës ka jemi, në mbrov prej të lashëgjive o bura. Allahu gjelle gjelaluhu në mbrov prej njerëzve të cilët me emnin e islamit
dojnë me i shkatru radhat e islamit. A kësi njerës ka shumë bot në numrin 1 janë jahudët. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu i baf me lunin insha Allah në dunja dhe në ahiret. Unë ka shëndeti sot jam i topët, po e shof edhe vetë se kjo ligjerata e me sot atu shku shumë ranë, po e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu për shëndetin e gjithë muslimanve para neve, e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu gjithë besimtarve anemon ka janë namazin e gjumaz prej neve dhe gjithë muslimanve inshallah kabul e ban, e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu që haqin prej gjithë njerëzve shka të dalin si vetë në Arafat let edhe kabul të ban inshallah, e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që populli jonë numër 1 tjetë a i cili të ndryshon gjendjen e pregaditjeve dhe para pregaditjeve të haqit, e në haq të dërgon rinien, në haq të dërgon gjemë më të ndëgjushëm, në haq të dërgon gjemë që ka i kanë 25 vetë, edhe të bomi simboli popujve qërë, të përfaqësojmë popullin tonë si ma mirë, të bomi në ati badit madhë shumë ndëgjushëm, të ndjekim radhat e islamit, të ndjekim njerëzit, të përfaqësojmë vetë vetën të Allahu Gjelle Gjelaluhu mirë, dhe në ibadetin e Allahu Gjelle Gjelaluhu t'jemi të popujt konsiderushëm, të popujt të cilë Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka lëshu si në rahmetit vetë. Kështu pra me kaq, unë sot e marroj këtë ligjeratën tonë, na sot inshallah kemi një qelime, të cilën do ta fillojmë që tash më një herë, me gjithë e zonit dhe të thërë,